Në Vlorë, megjithëse jo zyrtarisht, mund të themi se tashmë është krijuar një tjetër fushë për vetë ngurmullimin e mbetjeve urbane të qytetit, pavarësisht se është ndaluar me ligj në Jalli të Nartës, po depozitojnë mbeturina të ndryshme të qytetit, depozitime këto sigurisht abuzive në kundërshtim me vendimin e marrë nga institucionet lokale. Në qytetin bregdetar, pavarësisht se ekziston një vend se ku të grumbullohen mbetjet urbane, në brendësi të zonës së banuar tek 24 Maji, ato depozitohen në mënyrë të jashtëligjshme edhe në Jalli të Nartës. Individ të pa identifikuar, me raste të konstatuara çdo ditë, për t'i rënë shkurt, depozitojnë mbeturina të ndryshme në fushën e Jallisë së Nartës. Prej pamjeve që po ndiqni në ekran të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora, duke qartë se në fushën e grumbullimit të mbetjeve inertet në Jalli të Nartës, mund të gjesh sot një shumëllojshmëri të mbetjeve urbane. Aty gjen mbeturina me materiale plastike dhe robe kryesisht, por nuk mungojnë as orendi shtëpiake, gomat e makinave dhe mjeteve të tonazhit të rënd, pjesë të automjeteve të ndryshme, dhe deri tek degët e pemëve apo trunjtë të prerë në lagjet e qytetit. Me vendim të Bashkisë së Vlorës në këtë vend, duhet të depozitohen vetëm mbetje inerte dhe asgjë tjetër, madje depozitimi i tyre për një kohë të përcaktuar është i ndaluar. Kjo për shkak se edhe mbetjet inerte duhet të hidhen tek fusha e mbeturinave në lagjen 24 Maj për të ndihmuar sadopak në kapsulimin e kësaj të fundit. Nga ana tjetër, në këtë vend, në Jallinë e Nartës, nuk ka më vend as për depozitime të mbetjeve inerte. Prej pamjeve duket qartë se malet me mbetje inerte kanë arritur nëpër masa të konsiderueshme, duke zaptuar territorin. Mbetjet inerte të depozituara aty ndër vite kanë bërë që hapësira në Jalli të Nartës të tejmbushet, duke zënë totalisht pamjen edhe të tregut të shumicës në Vlorë dhe jo vetëm. Kjo fushë sot është kthyer në një burim ndotje për të gjithë zonën dhe për një prej rrugëve kryesore të Vlorës, siç është Ramiz Gjebreha. Ndërkohë që në Vlorë synohet të kapsulohet fusha e grumbullimit të mbetjeve dhe mos të ekzistojë më, dhe mbetjet të trajtohen në landfillin e Sherishtës, por po ndodh krejtësisht e kundërta. Qytetit bregdetar të Vlorës i shtohet një tjetër fushë mbetjesh, megjithse jo ligjërisht apo zyrtarisht.